Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Hasani dhe Huseini, nipat e ndritur të pejgamberit Muhammed a.s. Në qytetin e bekuar të Medinës, në vitet e para të Islamit, lindën dy djemë të dashur për të gjithë muslimanët, Hasani dhe Huseini radiallahu anhuma, bijtë e Aliut radiallahu anhu dhe Fatimes radiallahu anha, vajzës e vetme të Resulullahit Muhammed a.s. Ata ishin nipat më të dashur të të dërguarit të Allahut dhe për këtë gëzonin një vend të veçantë në zemrën e tij. Pejgamberi a.s. i mbante në prehër dhe thoshte Hasani dhe Huseini janë udhëhecë të rinjve të xhenetit. Ai lutej për ta dhe i mësonte umetit dashurinë për familjen e tij. Kur ai shihte ata duke luajtur, buzëqeshte me gëzim dhe kur një ditë Hasani radiallahu anhu duke vrapuar, pejgamberi la hutben që po mbante dhe mori në krah. Kur e pa duke vrapuar, Hasani radiallahu anhu i riu i urtë u dallua për buzësi dhe mençuri. Ai ngjante shumë me gjyshin e tij në pamje dhe në sjellje. Pasi Aliu radiallahu anhu ra dëshmor, Hasani mori udhëheqësinë për një kohë të shkurtër, por për hir të unitetit të muslimanëve ia dha pushtetin pastaj Muaviut. Dhe kështu ai vendosi që të jetë i drejtë dhe të vazhdoi misionin e tij në fushën e thirrjes, edukimit dhe islamit. Ndërsa Huseini, i guximshëm dhe i vendosur në drejtësi, jetoi me dinjitet dhe besnikëri ndaj islamit. Ai refuzoi të nënshtrojë padrejtësive, nuk pajtohej me regjimin, me zullumin dhe ishte gjithmonë promovues i legitimitetit në çështjen e udhëheqësisë. Kjo çoi që në përplasjet e tragedinë e njohur në Kerbela, kur Huseini me familjen e tij u rrethon pa ujë e me pas u vran. Vrasja dy nipave të Muhamedit a.s. nga zullumçarët e pa dini e pa iman ishte një vepër monstruoze. Huseini ra shahid me 10 Muharrem, duke u bërë simbol i qendresës ndaj tiranisë. Ai refuzoi të përkulet para padrejtësisë duke thënë: "Unë nuk kam dalë për përçarje apo kërkim pushteti, por për të rikthyer urdhat e Allahut dhe për të ndrequr çështjen e umetit të gjyshit tim." Hasani dhe Huseini radiallahu anhuma janë shembuj të dashurisë, drejtësisë dhe përkushtimit ndaj islamit fesë. Të dy janë pasardhës të familjes së Muhamedit a.s., familjes së pastër të Resulit tonë, dhe dashuria për ta është pjesë e besimit. Ta duash familjen e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe të ndjekësh mësimet e familjes së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam është bekim. Siç tha dhe pejgamberi alayhis salam, ai që i do ata me do mua, ai që urren ata me urren mua. Andaj familja e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam është një histori dhe shembull i bukur dhe bekonjës për ne. Ata lanë pas një trashëgimi të ndritur që frymëzon miliona besimtarë në përbreza, dhe le të përpiqemi të ndjekim shembullin e tyre duke qenë të drejtë, të mëshirshëm dhe të devotshëm në rrugën e Zotit fuqiplot. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i nderuar ndër ju është ai që është më i devotshëm. Të ndjekim shembullin e devotshmërisë së nipave të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe të marrim mësim nga historia e besimit dhe dashurisë së tyre që ata kishin për Zotin dhe për vlerat të cilat e udhëheqin njerëzimin.